Raportin për kursimet pensionale e merr me post ose me email. Për këtë ti vendos. Por ai nuk është thjesht një dokument i zakonshëm, është raporti yt personal financiar. Përmes portaleve elektronike të fondit tënd pensional, në çdo kohë mund të kesh qasje të lehtë dhe të shpejtë në të. Pse është e rëndësishme ta hapësh? Që të kontrollosh nëse pagesat janë të rregullta, të dish sa mjete ke të akumuluara dhe të reagosh me kohë nëse mungon diçka. Raporti për kursimet pensionale përmban të gjitha informacionet për kursimet e tua pensionale. Le ta shqyrtojmë së bashku pik për pik. Në krye të raportit paraqitet shuma e kursimeve tuaja pensionale në fund të vitit. Këto janë të gjitha mjetet që i keni në llogarinë tuaj. Në shembullin ton, më 31 dhjetor të vitit 2025, gjendja është 57.000 denar. Më pas vjen një tabele detajuar me të gjitha pagesat dhe transaksionet gjatë vitit. Çdo resht paraqet një pagesë mujore individuale në shtyllën e dytë, të realizuar nga punëdhënësi. Në kolonën përshkrimi tregohet për cilin muaj i referohet pagesa. Për shembull, shënimi P2025-01 nënkupton kontributin pensional për muajin janar të vitit 2025. Në kolonën e tretë paraqitet shuma e çdo pagese. Ajo zakonisht është e njëjtë, por mund të ndryshojë në varësi të lartësisë së pagës, për shembull 2000 denar në muaj. Gjendja fillestare paraqet mjetet që keni pasur në llogari në fillim të vitit. Gjendja përfundimtare tregon shumën totale në fund të vitit, pas të gjitha pagesave, fitimit nga investimet dhe kompenzimeve të paguara. Kursimet tuaja shprehen përmes njësive kontabël. Për shembull, nëse posedoni 377 presje 9 njësi dhe vlera e një njësie është 150 presje 8 denar, atëherë kursimet tuaja totale arrin në 57.000 denar. Këto kursime janë pjesë e shtyllës së dytë pensionale. Ndiqni rregullisht raportin tuaj. Ai është dëshmia juaj se po ndërtoni vërtet një të ardhme pensionale të sigurt. Informohu dhe kurse në kohë për ditë më të sigurta pensionale. Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional.